Gjesti me një buzëqeshje sfiduese në fytyrë i afrohet Jozit teksa ky i fundit është ulur në divan dhe duket i zhytur në mendime. Gjesti, i cili duket se është në humor për të provokuar, e shikon drejt në sy dhe me një ton ironik i thot: "Jozi, çfarë mendon se do të ndodh kur unë të vendos të ta marr Loredanën? A je gati për këtë sfidë?" Jozi, i cili fillimisht e injoron, ngrit kokën dhe i përgjigjet me një ton të ftohtë: "Mos fol broçkulla, Gjesti. Loredana nuk ka punë me ty." Por Gjesti nuk ka ndërmend të ndalet. Ai qesh me vetbesim dhe shton: "E po, do ta shohim. Unë jam mjeshtër i këtyre gjërave. Loredana mund të mos e di ende, por shumë shpejt do të jetë me mua, dhe kur kjo të ndodh, unë do të çmend ty fare." Jozi, tashmë i acaruar nga tonet provokuese të Gjestit, e shikon me nervozizëm dhe shtrëngon nofullën. Ai përpiqet të ruajë qetësinë, por nuk mund të mos përgjigjet: "Mendo çfarë të duash, por një gjë ta dish, Loredana nuk është lodër dhe nuk është për ty." Gjesti, i cili e ndjen tensionin në ajër dhe po e shijon çdo moment të kësaj situate, i afrohet edhe më shumë dhe vazhdon: "A jeni gati të shihni se si do të ndodh? Vetëm prit dhe shiko. Dhe kur ajo të vijë tek unë, dua ta shoh fytyrën tënde në atë moment." Thot ai, duke qeshur dhe duke shtrënguar duart në shenjë fitoreje. Jozi, i cili duket se nuk po i pëlqen as pak kjo lojë, ngrihet në këmbë dhe i afrohet Gjestit, duke i thënë me një ton më të ashpër: "Bëj kujdes me fjalët, Gjesti. Nuk të toleroj shumë." Por Gjesti, i cili e ka si hobi provokimin, thjesht qesh dhe largon duart sikur nuk ka bërë asgjë të keqe. Ai e shikon me një shikim sfidues dhe i thot: "Qetësohu, Jozi. Mos u mërzit kaq shpejt. Nuk është faji im që unë fitoj gjithmonë." Situata mes tyre sa vjen dhe nxehet, ndërsa tensioni në shtëpi rritet. Banorët e tjerë, të cilët po ndjekin këtë debat, fillojnë të shkëmbejnë shikime mes tyre, duke kuptuar se një tjetër dramë po zhvillohet në shtëpi. Gjesti dhe Rozana, të dy të buzëqeshur dhe në humor të mirë, vendosin të bëjnë një lojë për të ngacmuar Gertën. Ata ulen pranë saj në divan dhe nisin të këndojnë një këngë provokuese, duke e parë herë pas here me ironi. Rozana, me një shprehje tallëse në fytyrë, i afrohet më shumë Gertës dhe i thot me një zë të ëmbël, por me një ironi të dukshme: "O Gerta, pse po e mban këtë fytyrë të ngrysur? Po të dukemi shumë të lumtur ne?" Gjesti, nga ana tjetër, e imiton zërin e saj dhe bën sikur flet si ajo, duke e bërë Rozanën të shpërthejë në të qeshura. Ata vazhdojnë të luajnë me situatën, duke kënduar me zë të lartë dhe duke krijuar një atmosferë edhe më të sikletshme për Gertën. Gerta, e cila e ndjen se është vënë në qendër të vëmendjes për të keq, mbyll syt për një moment dhe përpiqet të ruajë qetësinë, por nuk mund të përmbahet. "Po çfarë keni me mua? Pse nuk më lini të qetë?" shpërthen ajo, duke i parë të dy me nervozizëm. Gjesti dhe Rozana shkëmbejnë shikime dhe qeshin edhe më fort, duke e çuar situatën në një tjetër nivel. "Ne vetëm po argëtohemi, Gerta. Ti po e merr shumë seriozisht," i thot Rozana, duke i dhënë një të shtyrë të lehtë Gjestit, i cili vazhdon të imitojë gjestet dhe fjalët e Gertës në mënyrë komike. Gerta, tashmë e acaruar në maksimum, ngrihet në këmbë dhe i drejtohet të dyve me një ton të prerë: "Mjaft më. Ju të dy jeni njerëzit më të bezdisshëm në këtë shtëpi. Nuk mund të rrini një sekond pa u marrë me të tjerët." Gjesti, duke mos e humbur asnjë moment për të vazhduar lojën e tij, bën një fytyrë të habitur dhe shtiret sikur është i shokuar nga reagimi i saj. Na u mërzit Gerta. Kush do ta qetësoj tani?" thot ai, duke bërë sikur qanë dhe duke qeshur njëkohësisht. Rozana, e cila po kënaqet shumë me situatën, shton: Gerta, e shikon sa të lehtë e ke për të nxehur? Po pse e merr çdo gjë kaq personalisht? Kjo është vetëm lojë." Gerta, e cila tashmë nuk e duron dot më këtë situatë, largohet e zemëruar, duke lëshuar një pëshërtim të thellë. Gjesti dhe Rozana, duke parë se si ja dolën ta çmendin, fillojnë të qeshin edhe më shumë dhe vijojnë të këndojnë, duke vazhduar lojën e tyre dhe duke shijuar momentin e tyre të triumfit. Rozana dhe Gerta ndodhen në oborin e shtëpisë së Big Brother, ku tensioni mes tyre është rritur ndjeshëm pas një debati që kishte nisur më herët brenda në shtëpi.
Rozana, tashmë e irrituar nga qëndrimi i Gertës, nuk e përmban më veten dhe nis ta sulmoj me fjalë të ashpra. Ti je një frikacake, Gerta. Një njeri i keq, i ulët dhe pa sens. Gjithë kohës flet pas shpine, por nuk ke guximin të thuash gjërat në sy. I thot ajo me një ton të ngritur, duke e parë drejtë në sy. Gerta, e cila nuk është mësuar që dikush t'i flas me një ton të tillë, tund kokën dhe qesh me përbuzje. Unë jam frikacake? Ti po më quan mua të keqe? Rozana, ti je ajo që nuk ke një qëndrim të qartë. Një ditë je me një person, ditën tjetër e shan. Të paktën unë nuk bëj lojra të dy fishta. I përgjigjet ajo, duke e përballuar ashpërsinë e Rozanës. Rozana, tashmë edhe më e nxehur, afrohet më shumë dhe e shikon me ironi. Ti s'ke as karakter. Fshehesh pas të tjerëve dhe luan sikur je viktim, por në fakt je një nga njerëzit më të pabesë në këtë shtëpi. Gerta, e acaruar nga fjalët e saj, i afrohet dhe i drejtohet me një ton më të ashpër. Unë të paktën nuk jam fallthos si ti. Ti shkon e bën sikur je e dashur me të gjithë, pastaj i shan pas shpine. Dhe mbi të gjitha, më vjen për të qeshur kur më quan frikacake, sepse e dim shumë mirë se kush është frikacakja këtu. Banorët e tjerë, të cilët po dëgjojnë debatin nga afër, shkëmbejnë shikime mes tyre dhe presin se si do të përfundojë ky konflikt. Rozana, duke parë se Gerta nuk po tërhiqet, hedh duart në ajër dhe mbyll debatin me një fjali të prerë. Ti mund të thuash çfarë të duash, por të paktën unë nuk jam një hipokrite si ti. Dhe mos guxo më të më quash fallco, sepse e di shumë mirë se unë i them gjërat ashtu siç janë. Pas i thot këto fjalë, Rozana largohet e inatosur, ndërsa Gerta mbetet në vend, duke tundur kokën dhe duke murmuritur me vete. Lufta mes tyre nuk ka mbaruar ende, dhe ky debat vetëm sa ka shtuar tensionin në shtëpi. Gerta dhe Rozana ndodhen në kuzhinën e shtëpisë së Big Brother, duke pastruar gotat e lëna mbi banak pas një darke të tensionuar mes banorëve. Atmosfera midis tyre është e mbushur me tension, derisa Gerta, e irrituar, kthen kokën nga Rozana dhe nis debatin. Rozana, po e sheh tani apo jo? Gjesti po të përdor, njësoj siç përdori Eglin dhe të tjerat para teje. Ti je thjesht pjesë e planit të tij për të vazhduar lojën. I thot ajo me një ton të prerë, duke lënë sfungjerin mbi lavaman dhe duke e parë Rozanën drejt në sy. Rozana, e cila e ka dëgjuar këtë teori edhe më parë nga banorët e tjerë, pshertin dhe tund kokën. Po çfarë flet, moj Gerta? Gjesti thjesht bën lojën e tij, por kjo s'do të thotë që po më përdor. Unë jam e zonja e vetes dhe e di shumë mirë se me kë kam të bëj. Gerta, e cila tashmë është acaruar, ngre zërin. A e njeh vërtet? Sepse unë mendoj se ti thjesht po u bëje në grack, njësoj siç ranë të tjerat. E pe çfarë i bëri Eglit? E përdori për javë të tëra, e bëri të mendoj se kishte ndjenja për të, pastaj e shkatërroi plotësisht. Dhe tani ti je viktima e radhës. Rozana, e nervozuar nga mënyra se si po e sulmon Gerta, lëshon lugën që kishte në dorë dhe e shet drejt në sy. Gerta, mjaft më. Unë nuk jam Egli. Unë e njoh shumë mirë veten dhe e di si të luaj këtë lojë. Gjesti nuk po më përdor, unë thjesht po argëtohem dhe po luaj ashtu si ai. Gerta qesh me përbuzje dhe tund kokën. Po, thuaje këtë kur ai të hedh në kosh si një letër të përdorur, tamam siç bëri me Eglin. Ti mendon se je ndryshe? E ke gabim, Rozana. Gjesti do të shfrytëzoj derisa të mos i duhesh më dhe pastaj do të poshtëroj para të gjithëve. Rozana, tashmë më e nervozuar, kalon duart në mes dhe përpiqet të ruajë qetësinë. Po ta them edhe një herë, Gerta, unë nuk jam si Egli. Nuk jam e verbër dhe nuk bie prej lojrave të askujt. Kështu që ndalu së më dhën leksione, se nuk më intereson. Gerta, duke parë që Rozana nuk po e dëgjon, kthen shpatullat dhe largohet nga kuzhina, por përpara se të dalë, lëshon edhe një paralajmërim të fundit. Mos thuaj që nuk të paralajmërova, Rozana. Kur ta shohësh veten në të njëjtin pozicion si Egli, mos prit që të mbrojë njëri. Rozana, edhe pse përpiqet të duket e ftohtë, duket të shqetësuar nga ato që dëgjoj. A ka të drejtë Gerta, apo është thjesht një tjetër keqkuptim?
Ina, në një intervistë ekskluzive për mediat, ka folur hapur dhe pa doreza për sjelljen e Gjestit brenda shtëpisë dhe ndikimin që ai pati tek Egli. Ajo nuk e fsheu zhgënjimin e saj dhe me tone të ashpra deklaroi se Gjesti ishte arsyeja kryesore pse Egli u sëmur dhe, përfundimisht, u detyrua të largohej nga shtëpia e Big Brother. Gjatë intervistës, Ina tregoi detaje mbi mënyrën se si Gjesti e trajtoi Eglin, duke e lënduar psikologjikisht dhe duke e manipuluar përmes lojës së tij strategjike. Ajo tha se që në fillim kishte vënë re se Gjesti nuk kishte ndjenja të sinqerta për Eglin, por thjesht po e përdorte si pjesë të taktikave të tij për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Gjesti ka qenë shumë i pamëshirshëm me Eglin. Ai e ka përdorur atë për lojën e tij dhe nuk ka pasur as pak konsiderat për ndjenjat e saj. E keni parë të gjithë se si e trajtonte, duke e ofenduar, duke u tallur me të dhe pastaj duke e bërë të ndiej fajtore. Ai e uli moralin e saj aq shumë sa që Egli filloi të ndiej keq dhe të izolohej. Nëse nuk do të ishte për të, ajo do të ishte ende në lojë dhe nuk do të ishte detyruar të largohej për shkak të shëndetit të saj, tha Ina me një ton të vendosur. Ajo shtoi gjithashtu se ishte shumë e zhgënjur nga fakti që Gjesti nuk kishte shfaqur asnjë pendes të vërtet për atë që ndodhi. Sipas saj, ai vazhdon të luajë të njëjtën lojë dhe nuk e pranon asnjëherë fajin. Madje, ai vazhdon sikur asgjë nuk ka ndodhur, sikur Egli nuk ishte një person real me ndjenja të vërteta. Kjo më bën të besoj edhe më shumë që ai nuk kishte asnjë ndjenjë të sinqertë për të dhe e shihte vetëm si një mjet për të qëndruar në lojë, shtoi ajo. Ina përfundoi intervistën duke thënë se shpreson që publiku ta shohë të vërtetën dhe të mos lejojë që një lojtar si Gjesti të arrijë deri në fund, pasi sipas saj, ai nuk e meriton të fitojë. Ajo gjithashtu shprehu mbështetjen e saj të plotë për Eglin, duke thënë se ajo meriton shumë më tepër se sa çfarë i ndodhi brenda shtëpisë. Rozana dhe Gerta ndodhen në kuzhinë, të rrethuara nga banorë të tjerë që vështrojnë nga larg, duke nuhatur një debat të ashpër që po vjen. Rozana, me duart në bel dhe një shprehje sfiduese në fytyrë, i drejtohet Gertës me një ton të prerë. E di çfarë, Gerta? Ti je një lojtare e dobët. E gjithë shtëpia e di këtë. Nuk ke as guximin më të vogël të përballesh me mua. Nëse je kaq e fortë sa thua, pse nuk e nominoje veten tënde përballë meje? Apo e di shumë mirë që do të dilje menjëherë? Gerta, e cila deri në atë moment ka qëndruar e qetë duke dëgjuar, mbledh krahët dhe kthen kokën nga Rozana me një buzëqeshje ironike. Aha, kështu mendon ti, Rozana? Që unë jam e dobët? Të them diçka, nuk është puna të bësh shumë kot, por të dish kur dhe si të veprosh. Nuk kam nevojë të bëj qefin dhe të nominohem përballë teje vetëm sepse ti mendon se kështu dukem më e fortë. Rozana qesh me përbuzje dhe tund kokën. Jo, Gerta, nuk është punë zhurme. Është punë karakteri dhe guximi. Dhe ti ke treguar se të mungojnë të dyja. Ti fshihesh pas skemave dhe njerëzve të tjerë, por nuk ke forcën të dalësh vetë përballë. Dhe kjo më bën mua të kuptoj se ti je thjesht një lojtare e dështuar. Gerta, tashmë më e acaruar, përplas dorën mbi tavolinë dhe i përgjigjet me një ton më të lartë. Më dëgjo mirë, Rozana. Nuk kam frikë nga asnjë prej jush. Ti mund të mendosh ç'të duash, por unë nuk luaj sipas rregullave të tua. Nuk është strategjia ime të dalë në nominim vetëm sepse ti ke qejf të më shohësh jashtë. Unë do ta zgjedh vetë momentin kur do të luftoj dhe do ta bëj me zgjuarsi, jo me kokfortësi si ti. Rozana, duke e parë se Gerta po i përgjigjet me të njëjtin ton, afrohet edhe më pranë dhe e shikon drejtë në sy. Pra, e pranon që po shmang përballjen me mua? E pranon që po luan të sigurtën sepse e di që do humbësh? Sepse, Gerta, kjo është ajo që po thua në fakt. Gerta që është hidhur dhe shtrëngon nofullat. Jo, Rozana, unë nuk po e shmang përballjen me ty, unë thjesht nuk do të bëj lojën tënde. Dhe nëse mendon se unë jam e dobët, prit edhe pak dhe do ta shohësh vetë se kush është lojtare e vërtet dhe kush është vetëm një zhurmë boshe. Banorët përreth ndjekin debatin me vëmendje, ndërsa tensioni mes tyre rritet edhe më shumë. Askush nuk di se si do të përfundojë kjo përballje, por një gjë është e sigurt, lufta mes Rozanës dhe Gertës sapo ka nisur.
Gerta, e ulur pranë Jozit në qoshen e kuzhinës, po flet me një ton të vendosur dhe të mbushur me nervozizëm. Ajo duket e revoltuar dhe nuk e fsheh as pak inatin që ka ndaj Gjestit. Dëgjoj Jozi, i thot ajo, duke e shikuar drejtë në sy, unë nuk kam ndërmend ta lë atë njeri të largohet nga kjo shtëpi ashtu thjesht. Nuk do e lejoj që ai të ikë me kokën lart, si një fitimtar. Jo, unë do ta nxjerr jashtë me zarf të zi, do ta bëj të përjashtohet dhe do ta tregoj për atë që është në të vërtetë. Jozi, i cili e di mirë sa e inatosur është Gerta me Gjestin, e shikon me një buzëqeshje të lehtë, por edhe me një farë habie. E di që nuk e duron dot, Gerta, por si ke ndërmend ta bësh këtë? E pyet ai, duke ecur drejt frigoriferit dhe duke marrë një shishe ujë. Gerta, e mbështetur në banak, tund kokën dhe vazhdon me një zë edhe më të vendosur. Nuk ka rëndësi si, por më beso që do ta bëj. Do t'i nxjerr në shesh të gjitha ato që ka bërë, do t'i tregoj të gjitha skenat që ka luajtur, do të flas hapur para të gjithëve. Ai s'mund të vazhdoj të manipuloj njerëzit këtu brenda dhe të tallet me të gjithë. Jozi, duke marrë një glënjë ujë, e shikon atë me dyshim. E po Gerta, nëse do të arrish ta bësh këtë, duhet të kesh prova të forta. Nuk mjafton vetëm të thuash diçka, duhet të dish si ta bindësh publikun dhe produksionin. Gerta mblodhi duart fort dhe pshërtiu, por nuk hoqi dorë nga qëllimi i saj. Unë kam parë çdo lëvizje të tij, e kam ndjekur, e kam kuptuar si luan. Ai tallet, mashtron, viktimizohet, përdor vajzat për lojë dhe pastaj i hedh tutje sikur të mos kenë qenë kurrë pjesë e jetës së tij. Nuk ka asnjë ndjenjë të sinqertë, është njëri falltho. Nëse ai mendon se do të dalë nga kjo shtëpi si një king, e ka shumë gabim. Jozi, i ulur tashmë pranë saj, tundi kokën dhe qeshi pak, po mirë moj, shoh që e ke marrë shumë seriozisht këtë mision. Po mos haro, këtu brenda asgjë nuk është e lehtë. Gjesti është i zgjuar dhe di si ta kthej situatën në favorin e tij. Gerta shtrëngoi nofullat dhe tha me një zë të ulët, por të vendosur, le të provoj. Por këtë herë do ta ketë të vështirë, sepse unë nuk do të hesht. Zarf i zi për të, Jozi, do ta shohësh. Jozi e pa me një buzëqeshje të lehtë, duke menduar me vete se ky debat mes Gertës dhe Gjestit po bëhej gjithnjë e më i ashpër dhe se diçka e madhe do të ndodhte së shpejti. Jozi dhe Gerta ndodhen të ulur në oborin e shtëpisë, ndërsa atmosfera mes tyre duket e tensionuar. Jozi, me duart e kryqëzuara dhe një vështrim të ftohtë, e shikon Gertën me një ndjenjë shgënjimi. Ai tund kokën dhe pshertin thellë përpara se të flasë. Gerta, sinqerisht nuk e kuptoj se çfarë ke bërë, thot ai, duke e shikuar drejtë në sy. Ke pasur mundësinë më të mirë për ta nxjerrë Gjestin nga kjo shtëpi dhe nuk e shfrytëzove. Unë prisja që ta nominoje, prisja që të veproje si një lojtare e fortë, por ti ke treguar dobësi. Gerta, e cila deri në atë moment ka qenë duke dëgjuar në heshtje, përplas duart mbi gjunjë dhe përgjigjet me nervozizëm. Mos më thuaj që jam treguar lojtare e dobët, Jozi. Unë e di mirë se çfarë po bëj dhe nuk kam nevojë për këshillat e tua. Nuk është kaq e thjeshtë sa mendon ti. Jozi tund kokën me mosbesim dhe e shikon me një ironi të lehtë. E di se çfarë po bën? Seriozisht, Gerta? Sepse nga jashtë duket sikur po i jep Gjestit fitoren në pjatë të argjend. Po i jep liri të bëjë ç'të doj, po i jep mundësinë të manipulojë të gjithë dhe ti nuk po bën asgjë për ta ndalur. Gerta, tashmë e irrituar, shtrëngon nofullat dhe i përgjigjet me një ton të lartë. Dëgjoj, Jozi, unë kam arsyet e mia pse nuk e kam nominuar. Nuk është vetëm çështje strategjie, është edhe çështje e momentit të duhur. Nuk dua të veproj me nxitim dhe të bëj gabime. Jozi, duke tundur kokën i zhgënjur, i përgjigjet, momenti i duhur, Gerta? Po kur është ai momenti yt i duhur? Kur të jetë tepër vonë. Ai po tallet me të gjithë, po përdor njerëzit dhe ti ke pasur shansin perfekt për t'i dhënë një goditje, por nuk e bëre. Kjo është ajo që më zhgënjen më shumë. Gerta, me një frymëmarrje të thellë, mundohet të qetësohet dhe shikon Jozin me një shprehje serioze në fytyrë. E kuptoj se po më sheh si një lojtare të dobët, por mos haro një gjë, Jozi. Loja është një maraton, jo një garë e shkurtër. Unë di shumë mirë çfarë po bëj dhe kur të vijë koha, Gjestin do ta nxjerr nga kjo shtëpi.
por dua ta bëj me stil, jo thjesht ta nominoje të ri duke pritur. Unë dua që ai të përjashtohet me zarf të zi. Jozi, duke dëgjuar fjalët e saj, ngrit vetullat dhe buzëqesh me një skepticizëm të lehtë. Të shohim, Gerta, të shohim. Mos haro vetëm një gjë, Gjesti nuk e mposh dot duke pritur. Ai është gjithmonë një hap përpara dhe sa më shumë vonohesh, aq më i fortë bëhet ai. Gerta, e cila tashmë duket edhe më e vendosur, e shikon me sy të ngushtuar dhe i përgjigjet me bindje, mos ki asnjë dyshim, Jozi. Kur të vijë momenti, do të shohësh se kush është e fortë dhe kush jo. Do të ta provoj. Jozi, duke parë vendosmërinë e saj, qesh lehtë dhe ngre duart si për të thënë se nuk do të debatoj më. Shpresoj që të mos jetë thjesht fjalë, Gerta. Le të shohim çfarë do të ndodhë. Tensioni mes tyre mbetet i lartë, ndërsa secili vazhdon të mbajë qëndrimin e vet loja brenda shtëpisë, sapo është bërë edhe më e komplikuar. Gjesti ndodhet në oborrin e shtëpisë së Big Brother, i rrethuar nga disa prej banorëve të tjerë që e dëgjojnë me vëmendje. Me një buzëqeshje të lehtë ironike në fytyrë, ai mbështetet pas karriges dhe i drejtohet grupit me një ton të qetë, por sfidues. Dëgjoni, njerëz. Unë e di shumë mirë çfarë bëj këtu brenda. Asgjë nga ato që bëj nuk është rastësore. Nuk ka as ndjenja, as emocione të vërteta. Gjithçka është për shoh, për vëmendje. Unë e di si funksionon kjo lojë dhe unë po e luaj më mirë se të gjithë ju. Banorët shkëmbejnë shikime mes tyre, disa të habitur, disa të irrituar nga sinqeriteti i papritur i Gjestit. Amber, e cila ka qenë skeptike ndaj tij prej kohësh, ndërhyn duke tundur kokën. Pra, po pranon që gjithçka që ke bërë deri tani ka qenë vetëm lojë? Po Egli. Po gjithë ato skena. Ajo u largua e sëmur dhe ti po thua që gjithçka ishte vetëm për shoh. Gjesti qesh me përbuzje dhe përhap duart si për të treguar se nuk i intereson. Po, Amber. Pse çfarë mendove ti? Se do të dashurohesha vërtet? Më fal që po ta prish ëndrrën, por unë kam ardhur këtu për të bërë lojë dhe për të fituar. Dhe për ta bërë këtë, duhet të dish të tërheqësh vëmendjen, të krijosh situata, të mbash njerëzit të lidhur pas teje. Po të rria si disa prej jush që rinë gjithë ditën në divan dhe ankohen, as që do më vinin re. Unë nuk jam budalla. Rozana, e cila po e dëgjonte me krahët kurqizuar, buzëqesh me përçmim dhe ndërhyn me një ton të ftohtë. Do me thënë, ti e pranon që ke manipuluar njerëzit? Ke përdorur njerëzit vetëm për të fituar lojën? Bravo, Gjesti, të paktën tani e the hapur. Gjesti tund kokën dhe mbështetet në karrige me një shprehje të qetë në fytyrë. Po, Rozana, e pranoj. Dhe çfarë pastaj? Nuk është ky qëllimi i lojës? Të bësh gjithçka që duhet për të qëndruar dhe për të fituar? Nëse ju të tjerët nuk e kuptoni këtë dhe vazhdoni të jetoni me iluzione, nuk është problemi im. Unë e di shumë mirë se çfarë po bëj dhe do të vazhdoj ta bëj deri në fund. Tensioni në grup rritet, disa banorë duken të indignuar, ndërsa të tjerë duken sikur po analizojnë fjalët e tij. Gjesti, i vetkënaqur nga reagimi që ka provokuar, çon duart pas kokës dhe shton me një ton të sigurt. Në fund të fundit, publiku është ai që vendos dhe unë e di mirë si ta mbaj publikun të interesuar. Loja vazhdon, miqtë e mi.